Zonja dhe zotri, mirë se erdhët në program. Në këtë episod të Top Talk Economy do të flasim për pensionet. Qeveria ka shpërndar 97 milion euro bonus për pensionistët këtë fund viti. Shpërblimi është ndarë në 2 kategori, për ata që i kanë pensionet deri në 20.000 lek dhe ata që i kanë mbi 20.000 lek. Ky bonus, i dyti pas atit pranverës, është në vazhdën e një reforme në skemën e pensioneve që ka lançuar së fundmi qeveria shqiptare. Duke filluar që nga 1 janari, pensionistët do të marrin një rritje mujore dhe parashikohet që deri në vitin 2029 pensioni mesatar të jetë 400 euro. Po ashtu, 128.000 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar bonus në vlerën e 150 eurove. Po pavarësisht këtij bonusi në fund vit, a mjafton kjo shumë për të përballuar shpenzimet e pensionistëve, por edhe kategorive në nevojë. Unë i kërkoj regjis që të shohim edhe njëherë më me vëmendje 2 grafikat që ne kemi përgatitur për ju. Pra, përfituesit e bonusit për pensionet, siç mund të shohim janë 511.173 pensionistë me pension deri në 20.000 lek që përfitojnë 150 euro. Njëkohësisht 213.760 pensionistë me pension mbi 20.000 lek që përfitojnë 100 euro. Pra, totali është 724.933 pensionistë me bonusin 97 milion euro. Ndërkohë, do të kalojmë edhe në komentin e grafikut të dytë, sa do të rriten pensionet deri në vitin 2029, dhe ne e komentojmë edhe tabelën e dytë, po, ja ku jemi me këto të dhëna që mund të shohim, pra, sa ishte dhe sa bëhet pensioni mesatar urban, nga 27.350 lek shkon në dhe 20.000, pra, bëhet 20.000 lek. Njëkohësisht, pensioni urbani pjesëshëm nga 15.850 lek bëhet 22.000 lek. Pensioni rural ishte 11.500 lek dhe bëhet 18.000 lek. Pensioni familjar ishte 11.400 lek dhe bëhet 18.000 lek dhe pensioni invalidit ishte 20.000 lek dhe bëhet 30.000 lek. Për të folur në lidhje me temën në fjalë, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar Ergis Sefën, ekspert ekonomie, mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën. Sigurisht që tema e pensioneve është shumë e rrahur, është një temë me interes të gjerë, sigurisht që prek edhe jetesën e shumë njerëzve. Në fillim të muajit dhjetor, pra ka filluar shpërndarja 97 milion euro bonus për pensionistët këtë fund vit. Por, a është kjo një zgjidhje reale, apo në fakt është një ndihmë e përkohshme që si thua që lehtëson pak shpenzimet mujore, por që nuk mjafton? Absolutisht nuk është një zgjidhje afatgjatë, është një zgjidhje momentale, është një injeksion, le të themi, i momentit për të ndihmuar këto grupe nevojë, si dhe grupet tjerë vulnerabël, për të kaluar këtë fazë të fundvitit të rritjes çmimeve. Tani të bëjmë një dallim ndërmjet bonusit që po jepet tani në fundvit, ndërmjet personave që përfitojnë pension dhe personave që përfitojnë pagesë invaliditeti, siç përmendët dhe ju shpar, dhe ndryshimeve që do të fillojnë nga janari, pra nga muaji tjetër i vitit të ri, të cilit do të ketë një rritje mujore, pra do të ndryshojë forma se si llogaritet skema në tërësi. Kjo që ne po flasim, pra rreth 100 milion euroshi, 97 milion euroshi, është bonusi i cili është parashikuar në fakt që në aktin normativ të qershorit të këtij viti, që do të jepej për pensionistët dhe për personat me aftësi të kufizuara, në varësi të ardhurave që kishte qeveria. Qeveria e realizoi nivelin e të ardhurave që planifikonte se do të merrte, madje të kaloi disi dhe si pasojë është edhe ky bonus për pensionistët. Po nëse do të flasim për efektin më pas se ato kanë në çmimet e konsumit përditshëm apo në çmimet e shportës, frutat, perimet e tjerë, padyshim që ky nuk është një bonus që do t'i shpëtojë në thonjza e pensionistëve. Mirë, kemi 2 kategori përfitimi dhe 2 kategori bonusi, 100 dhe 150 euro. Por a i plotëson ky bonus nevojat e pensionistëve? Arsyeja përse është bërë një ndarje e këtillë është e para sepse aktualisht pensioni mesatar në Republikën e Shqipërisë është rreth 190.000 lek të vjetra. Po flas me lek të vjetra në mënyrë që edhe të shikuesit. Edhe pensionistët mbase e kuptojnë më mirë. Dhe për këtë arsye
tek 200.000 lekë ose 200 euro që është bërë edhe ndarja, që ata të cilët kanë një pension më të lartë, që zakonisht shkojnë 280, 300 deri në 350.000 lekë, të kenë një përfitim më të ulë për 100.000 lekë shmështes për shkak të diferencës që kanë tashmë me një pjesë tjetër, me një grumbull shumë të madh pensionistësh, sidomos ato me pension pjesëshëm apo me pension invaliditeti apo pension rural, të cilët marrin në 190.000 lekë të vjetra pensionin aktual, dhe për këtë arsye i është dhënë 150.000 lekë edhe bonus, në mënyrë që të kemi një balancim në fuqinë blerëse, ose të kemi një ndikim sa do të favorshëm në balancimin e fuqisë blerëse që ato kanë. Po nëse do flasim, aja është kjo e nevojshme që ato ta përballojnë këtë rritje çmimeve që po ndodh dhe që historikisht ndodh në fund vitit, në vit mas viti këtu në Shqipëri, fatkeqësisht duhet pranojmë që nuk është e mjaftueshme, por është një hap pozitiv. Ne kemi folur në program në fakt për rritjen e çmimeve në fund vit, edhe le të bëjmë një llogaritë thjesht me 100 euro, duke marrë parasysh edhe inflacionin në shportën e ushqimeve, çfarë mund të blej një pensionist? Nga dita në ditë vetëm se i shtrenjtohet se vetë fakti i dhënies këtij bonusi do t'japë një sinjal në treg që tregtarët do e marrin si shenjë për të arritur edhe më tej çmimin. Pra, duke qenë se po pensionistë tani po marrin këtë bonus, hajde të arrisim edhe sa do pak më shumë çmimin. Nga ana tjetër, ardha e emigrantëve gjithashtu e ka shtuar kërkesën, dhe shto edhe këtu faktorët oligopolistik që ka tregu, pra që nuk kemi kontroll shumë mirë të pjesës së çmimeve, bën që çmimet për ditë deri në ditën e fundit vitit, pas disa ditësh të rriten në nivel shumë të lartë. Se çfarë mund blejnë pensionistët, mund ta bëjmë llogarinë shumë thjesht, me atë ndoshta asgjë në detit nuk arrin ta mbyllin, ta blejnë të tërë. Mirë, shtojnë që deri në vitin 2029 pensioni mesatar do të mbërrijë në 400 euro. A është kjo një skemë që do të funksionojë, që është garantuese, apo në fakt ka një pikë pyetje? Këtu hymë të ka pjesë që po përmendja shparë që ka një dallim ndërmjet bonusit që për tani në fund vit dhe asaj që fillon në vitin tjetër. Në vitin tjetër do të kemi një ndryshim të qasjes se si bëhet bonus. Pra nuk do të jetë me grumbulluar vetëm në fund vitit, por do të jepet që në muajin e parë. Pra në një farë mënyrë do të kemi një bonus mujor. Më duhet ta theksoj edhe një herë, kam përmendur në pafund studio këtë gjë, që nuk kemi të bëjmë me një ndryshim të skemës në vetvete. Kemi të bëjmë me një ndryshim të mënyrës se si stimulohet financiarisht rritja e pensioneve. Ndryshimi i skemës do të thotë që të ndryshojnë mënyra si llogariten vitet e pensionit, vitet e punës, mosha e daljes në pension, koeficientët e përfitimit që ti ke. Dhe kjo gjë bëhet vetëm duke ndryshuar ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Banka Botërore madje para rreth një javë apo 2 javësh nxori dhe rekomandimet e veta më në fund për reformën që duhet bëjë qeveria, që grumbullohen në 8 grup rekomandimesh kryesore, disa për tyre janë dhe të dhimbshme, në duhet ta pranojmë, kurse kjo që do të fillojë dhe që u garantua me ligjin e ri të buxhetit të vitit 2026, i cili u miratua vetëm pak javë më parë, i garanton të paktën për 2 vitet që vjen, 3 vitet që vjen, falni, në ciklin buxhetor afatmesëm, që pensionistët do të marrin një rritje mujore, që në muajin tjetër dhe do të ketë një rritje mujore dhe në vitin në nga janari vitit tjetër, ashtu si dhe nga janari vitit 2028, që do tjetë në mënyrë progresive. Me gjatë do të hiqen bonuset, apo jo? A është me të vërtet kjo një rritje? Në një farë mënyrë, pra bonusi është shpërndarë në 12 muaj, pra nuk e kemë të grumbulluar vetëm në fund vitit, por e ke të shpërndarë gjatë vitit. Tani çfarë sjell kjo? E para, siç po përmendja të shparë, duke qenë se kur ti e jep paran në grumbull në fund vitit, ke një ndikim më të madh me inflacionin. Dhe dhënia e shpërndarja në 12 muaj në një farë mënyrë i ndihmon pensionistët, edhe pse është e pamjaftueshme vlerësimin tim, i ndihmon çdo muaj në kostot e tyre të jetesës. E dyta, sjell që të ketë një menaxhim më të mirë të financave publike dhe të mënyrës se si bëhet shpërndarja, duke parë dhe efektin buxhetor që ka. Dhe e treta, duke qenë se kjo bëhet në mënyrë graduale, pra jo një injeksion i madh në fund vitit, në rasti konkret, ta jep mundësinë që nëse gjithashtu realizohen përsëri të ardhurat, dhe këtu pastaj duhet të shohim si do performojë qeveria, mund të jepet dhe një bonus tjetër i ngjashëm si këtë që po flasim tani në këtë fund vit, në fund të vitit tjetër, pa e hequr këtë rritjen mujore që ne po diskutojmë. Gjatë zoti Sefa, nëse krahasojmë pak me vendet e rajonit, pensioni mesatar shkon deri në 490 euro. Shiko, duhet ta pranojmë që edhe raportet e institucioneve ndërkombëtare
dhe po përmend Bankën Botërore dhe FMN-n gjatë gjithë kohës, sepse ne i kemi qef arbitrat e huaj, nuk i besojmë njëri tjetrit në këtë vend. E thonë që Shqipëria është e fundit ose e para fundit në rajon, përsa e përket aktualisht në fakt është 490 euro. Pra rritja që është premtuar nga qeveria shqiptare deri në 2029, që do arrijmë në mesataren për 400 euro, është e bën nul këtë në fakt? 400 euro do të arrijë për ato që kanë pension të plot urban, sepse kemi disa kategori, jo për këdo. Jo për këdo. Jo për këdo, se duhet theksuar edhe kjo. Padyshim që po ta krahasosh me rajonin, madje aq më pak me mesataren e BE-s, duket e pa qëndësishme. Po të shikosh implikimin buxhetor që ajo ka, pra në thonjza sforcon që ne do të bëjmë si ekonomi, është e konsiderueshme. Është e konsiderueshme. Është absolutisht e konsiderueshme. Në rreth 5 vite, efekti buxhetor mund të shkojë në rreth 1.7 miliard euro, dhe mënyra se si do të shpërndahet, pastaj duhet parë a jep kjo efekt vërtet serios te kosto e jetesës. Në gjykimin tim, jo, është e pamjaftueshme në përmirësimin e mënyrës së jetesës gjithmonë, sepse jep thjesht një efekt që frenon deri diku rrëshqitjen drejt varfërisë ekstreme të këtij grupit popullatës. Gjatë skema e pensioneve flitet shumë edhe në analizat të ndryshme që është e rrezikuar për shkak të uljes së numrit kontribuesve. Absolutisht. Mendoni që si mund shkohet, si mund zgjidhet në fakt ky ngërç për të ardhmen? Dy mënyra ka, 3 në fakt. E para, stimulim nga buxheti i shtetit, pra nga taksat e përgjithshme, që ti merr, ashtu siç po ndodh dhe sot, merr nga taksat e tjera që ne paguajmë dhe ja çon fondit pensioneve, por do të thotë që i le mangut nga çdo investim tjetër, shkollë, rrugë, ujësjellës, çfarë do të gjë qoftë. E dyta, do marrësh borxh, do mbushësh fondin e pensioneve, po borxhin prapë do ta shlyejmë po ne ose fëmijët tanë ndër breza. Dhe treta, rritja e numrit kontribuesve, të cilën fatkeqësisht ne kemi në 10 vitet e fundit kemi një trend goxha rënës. Shiko, raporti aktual kontribues përfitues në Shqipëri është më i ulti historik dhe më i ulti në rajon, është 1 me 1.17. Që do të thotë 1.17 persona kontribojnë që të përfitojë një pensionist apo një pensioniste. Nëse një skem duhet të vetëmbahet dhe tjetë e shëndeshme dhe të mos ketë nevojë të ndërhysh, pra dhe gradualisht të rrisi vetë për pensionet, duhet të jetë paktën 1 me 3. Ideali është 1 me 4. 4 veta që punojnë, 1 që përfiton, ose të paktën 3 veta që punojnë dhe 1 që përfiton. Ne jemi shumë larg, realisht shumë larg. Dhe nëse ne nuk kemi një politik të mirëfill të rikthimit apo të riafrimit të rinjve dhe të rejave në tregun e punës, apo të mbushjes së tregut punës me punonjës të ri, mundësisht me paga sa më të larta, do ta kemi shumë vështirë menaxhimin afatgjat të fondit pensioneve. Çfarë mund bëhet, zoti Sefa, që kjo kategori njerëzish, pra pensionistët, jetojnë me dinjitet? Po, rritja graduale e pensioneve është një formë, stimujt fiskal të ndryshëm të cilët janë diskutuar edhe gjatë kohës së fushatës, nëse ju kujtohet, që janë hedhur disa teza, gjithashtu janë një formë tjetër, pra duhet të jetë një kombinim i elementëve të ndryshëm, jo vetëm parave që i jepen dorë, por edhe stimujve të tjerë të cilët ja ulin koston e jetesës. Mos harrim që pensionistët tonë harxojnë pothuajse 2/3 e të ardhurave pensionit, që ato kanë për ushqimet bazë dhe për ilaçe. Për mjekimet të cilët janë përtej ilaçeve që rimbursohen nga skema. Mbi 67%, për gati 70%. Kjo është kosto shumë e madhe. Do të thotë që nëse ti rregullon pjesën e rimbursimit të ilaçeve dhe ke një formë kompensimi për çmimet e konsumit bazë, ndërkohë që ti gradualisht i stimulon dhe financiarisht, pra i rrit pak pensionet, mundet të arrish, jo të shosh drejt dinjitetit, po të paktën të frenosh rënjen drejt varfërisë ekstreme. Qartë, njëkohësisht 150 euro bonus për personat me aftësi ndryshe. Për çfarë mjafton në fakt? Sepse ata kanë më shumë shpenzime. Absolutisht nuk bëhet fjalë që kjo do t'i shpëtojë nga çdo gjë që ato do duhet harxojnë, sidomos për këtë fund viti. Në vlerësimin tim është një gjë shumë e mirë që po bëhet, pra që i jepet një stimul dhe ato nuk lehen më njanë dhe nuk harrohen, po fokusohemi vetëm tek pensionistët në rastin konkret. Por nëse do të flasim në afatgjat, ky stimul financiar, theksoj edhe një herë, duhet gjithmonë shoqërohet, sidomos për këtë kategori, me
ndihmat të tjera të formave tjera që janë të natyre më institucionale dhe që ja lehtësojnë jetën e përditshme këtij grupi i cili vërtet ka nevojë jo vetëm thjesht për para. Ta bëjmë pak më thjesht, cilat mund të ishin këto ndihma për shembull? Po, për shembull, përfitime të ndryshme për sa i përket barnave që ato marrin, përfitime të ndryshme për sa i përket aksesit që ato kanë në infrastrukturë, përfitime për sa i përket pjesës së kompensimit që ato mund kenë për mallra të ndryshme që ato blejnë, qendra rehabilitimi me kosto të mbuluar. Të gjitha këto bashk plus një trajtim financiar ja lehtësojnë disi dhe bëjnë më dinjitoze jetesën edhe për këtë kategori. A ka ardhur koha për një minimum jetik? Është folur shumë në fakt për një minimum jetik. Koha për minimum jetik ka kaluar me kohë. Dhe në një farë mënyre është artikuluar edhe gjatë fushatës, nëse ju kujtohet 200 euro është i famshëm që do i bëjmë pensionet minimum 200 euro, do i bëjmë pagën mesatare 1200 dhe 1250 euro. Në fakt 200 euro që i kanë dalë nga një studim 2022 i Bankës Botërore që vendos në një farë mënyre minimumin jetik për zonën e Ballkanit dhe për Shqipërinë e konsideronte $205, për qenë eksakt, rreth 200 euro në atë kohë, dollar amerikan. Po që nga ajo kohë kanë kaluar 3 vite dhe tashmë po të shikojmë dhe po ta derivojmë nga shifrat që vetë Instat jetë, sot për një person minimum jetik konsiderohet rreth 260-270.000 lekë të vjetra. Dhe mirë po, kjo është vetëm një dhënë statistikore që mund derivohet, po nëse vendoset kjo me ligj, do të thotë që as edhe një përfitim tjetër, pension apo përfitim personave me aftësi të kufizuar nuk mund të jetë nën këtë shumë. Dhe implikimet buxhetore janë pastaj vërtet të mëdha. Kemi edhe tabelat. Mund t'i komentojmë pak më thjesht edhe për publikun, unë thjesht i citova me numre. Po, këtu kemi numrin e total të pensionistëve dhe përfituesve të bonusit, i cili është tani, në këto ditë që po flasim në fund vitin. Ata të cilët kanë një pension, qytetarët duhet ditë, nëse e kanë mbi 200.000 lekë të vjetra pensionin, bonusi që do të marrin është 100 euro, pra 100.000 lekë të vjetra. Nëse e kanë nën 200.000 lekë të vjetra pensionin, dhe gjithë secili e di sa e ka, do të marrin një bonus prej 150.000 lekësh të vjetra ose rreth 150 eurosh. Më fal që po ndërhyj vetëm pak, por siç mund shohim pra pjesa më e madhe e pensionistëve, plot 511.173 prej tyre janë me pension deri në 20.000 lekë. Pensionistë dhe persona me aftësi të kufizuar. Dhe persona me aftësi të kufizuar. Pra, për të shprehur thjesht fare, janë të varfër me të ardhurat që marrin. Patjetër. Fatkeqësisht, ne duhet ta pranojmë që jemi drejt kufive të varfërisë, edhe sipas përkufizimeve ndërkombëtare, madje jemi drejt rrëshqitjes së varfërisë absolute që konsiderohet në përkufizim. Dhe nëse nuk kemi këtë lloj ndërhyrjesh dhe ndryshim strukturor, nga vit në vit vetëm se do përkeqësohet. Po, mirë, mund t'i bëjmë edhe një kalim tabelës tjetër njëkohësisht, me qenë se jemi në komente drejt për drejt me zotin Sefa, pikërisht sa do të rriten pensionet deri në vitin 2029. Kjo tabelë qytetarët do të kuptojnë që është për rritjen që fillon nga janari që vjen, pra nga muaji që vjen. Për ata të cilët kanë një pension të plot, dhe ata e dim që kanë një pension të plot, pritet që të shkojë dhe në rreth 400.000 lekë në fund të 2029, pra e theksoj gjithmonë. Në planin e qeverisë, dhe nuk po bëj komente është mirë e keq sepse pra deri pak a shumë 2030-ën. Llogaritet që në një 4 vjeçar, 4-5 vjeçar, mesatarja të shkojë tek tillë. Për ata të cilët kanë një pension rural, pra ish punonësit e kooperativave të famshëm që kanë dalë pension, do të kenë një rritje siç duket nga tabela deri në 180.000 lekë. Gjithmonë është shtrirë në 4 vite, se ndoshta qytetarët kujtojnë se që në vitin tjetër do ketë këtë nivel pensioni, do ishte shumë e bukur po të ishte vërtet, po fatkeqësisht nuk është as pak ky rasti. Dhe shumë rrast të gjitha kategoritë e tjera. Ka raste nga ata të cilët kanë probleme me vitet e punës, që nuk i plotësojnë, nuk i gjejnë dot, hynë në përgjigje? Me 10 mira. Fatkeqësisht, si do të zgjidhet rasti tyre? Mund të zgjidhet vetëm nëse kemi një ndryshim të asaj që po thonë në fillim të skemës në vetvete, pra të ndryshon ligji i sigurimit shoqëror, i cili prek edhe vitet e eksperiencës profesionale që ti ke për llogaritë e pensionit dhe moshën dhe koeficientët, dhe vetëm në këtë formë mund të zgjidhet. Ka një draft që po punohet nga qeveria në dijenin time për ta ndryshuar, a do ta bëj apo jo, kjo pastaj mbetet
mbetet për të parë se nëse do ta realizojë qeveria apo jo. Njëkohësisht informaliteti është një problem shumë i madh në ekonominë shqiptare. Pensionistët e rinj, në fakt, ndodh që mund të mos i kenë të plotësuar këto vitet e fundit për shkak të informalitetit. Ky është një tjetër problem në skemën e pensioneve apo jo? Ky është jo vetëm për ato të cilët dalin tashmë rishtas në pension, por edhe për ata, për ne të cilët punojmë, të cilët do na vi koha për dalë në pension dekada më vonë. Informaliteti që llogaritet rreth 1/3 e ekonomisë shqiptare është një gangrenë e cila në fakt efektet më të mëdha duken pikërisht sa më shumë afrohet mosha e pensionit, dhe pa u luftuar dhe pa u zbritur në nivele minimale, të paktën një shifrore, më pak se 10% pra, do kemi probleme të mëdha në të ardhmen. Shumë e qartë, në fakt, zoti Sefa, unë të falenderoj shumë për këtë koment shtërrues për minutazhen e Top Talk. E di që audienca shumë interesuar për temat të tilla që prekin drejt për së drejti mënyrën dhe stilin e jetesës, dhe shpresojmë në mirë funksionimin e gjithçkaje në të ardhmen. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu. Të dashur miq, ky ishte Top Talk Ekonomi për sot. Së bashku shihemi sërish nesër në ekranin e Top Channel për një tjetër temë ekonomie. Mirupafshim.